Shikues nderuar, ju përshëndes, unë jam Andi Bora dhe mirë se vini në Sken Krimi. Ndalemi për të folur në pjesën e parë për tragjedinë e Trefisht që ndodhi në Roskovec një ditë më parë, ku një person vrau ish-vjerrin dhe ish-vjerrën e tij mori peng. Ishte fejuarën, në fund e liroi atë, por vrau veten. Çfarë ndodhi me këtë histori dhe ishte kjo një histori e paralajmëruar? A mund të shmangej kjo tragjedi e Trefisht në Roskovec? Do të flasim për protestë, do të flasim për nënën me djalin e saj autik, a u përdor nga protestuesit, a u përdor nga kryeministri për qëllime politike. Sigurisht do të flasim për dhunën, për plasjen që pati mes protestuesve dhe policisë në përballjen pra që ndodhi përpara kuvendit. Sigurisht do të flasim edhe për fjalimin që mbajti kryeministri dhe prezantimin që bëri të një dokumenti politik të titulluar Besa, le të themi si një manifest politik i cili vjen pikërisht në mandatin e 4, por sipas kryeministrit vjen dhe si reflektim i protestës afro 2 mujore që po mbahet në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Do të flasim po ashtu sonte edhe për vendimin që mori gjykata administrative për mosfillimin e çështjes ndaj padisë që kishte ngritur kryebashkiaku Erion Veliaj kundër prokurorit Olzdado për pavlefshmërinë e emërimit të tij si prokuror në vitin 2008. Çfarë vendimi ishte ky dhe cili ishte, le të themi, interesi i Erion Veliajt në këtë çështje? Po ashtu në pjesën e fundit do të flasim edhe për dosjen Aruba, pasi ka të tjera zhvillime dhe hetime për këtë çështje. Mirë, ne të ndjekim insertin çfarë ndodhi në tragjedinë e Roskovecit. Ajo që ndodhi në Roskovec është një tragjedi që brenda saj mban veprat më të rënda që mund të kryejë një qenie njerëzore: pengmarrje, vrasje dhe në fund vetvrasje. Mëngjesin e 24 korrikut, rreth orës 6, Nertil Buzi shkon në fshatin Vidhisht në Roskovec dhe vret me armë zjarri ish-vjerrin e tij, 55 vjeçarin Arben Plaka, ndërsa lë të plagosur rënd ish-vjerrën Belere Plaka. Pas këtij krimi, ai largohet me makinë, por jo i vetëm. Brenda saj mbante pengisht fejuarën. Ngjarja alarmoi policinë, e cila vuri në dispozicion ekipe speciale të Reneas, të cilët pas disa orë kërkimesh lokalizojnë vendodhjen e Nertil Buzit bashkë me ish-fejuarën. U deshën disa negociata me qëllim që ai ta lironte atë dhe të dërgojë në spital. Por pjesa më e vështirë do të ishin negociatat me autorin Nertil Buzi. Forcat Renea bashkë me prokurorin e çështjes tentuan për orë me radhë që ta bindin atë të dorëzojë, duke tentuar shmangjen e ndonjë tjetër tragjedie. Nertil Buzi me vete kishte edhe armën e gjallë me cilën kreu krimin në mëngjes. Por teksa orët kalonin, negociatat u bën dhe më të vështira. Rreth orës 16:35 minuta, dyshohet se në gjendje të rënduar për atë që kishte kryer dhe kishte ndodhur, Buzi i jep fundjetës pikërisht me armën që kreu krimin e mëngjesit. Rreth 3 orë më pas, policia do të njoftonte që në spital kishte ndërruar jetë dhe ish-vjerra e tij, Belere Plaka. Kjo ngjarje prodhoi 3 viktima brenda ditës, sipas asaj që është mundur të dokumentohet nga deklarimet e Nertil Buzit gjatë kohës së negociatave. Ai është shprehur se familja e ish-fejuarës i kishin marrë mbi 700.000 pound gjatë kohës që ai qëndronte në Angli, çka duket se ky konflikt financiar e ka bindur Nertil Buzin të ndërmerrte hapat gabuar që do të prodhonin tragjedinë e Trefisht. Buzi ndoshta ishte një emër i panjohur për drejtsinë shqiptare, por për ata angleze, situata është krejt ndryshe. Në vitin 2022, ai do të merrej peng nga 7 persona në Angli, çështje që dyshohet se lidheshin me shtëpitë e kultivimit kanabisit. Do të ishte pikërisht vëllai i tij që do të denonconte në policinë shqiptare që Nertil Buzi po mbaj peng, e më pas, në një operacion të përbashkët mes shqiptarëve dhe anglezëve, u bë i mundur lirimi i tij. Mirë të dashur shikues, ky ishte inserti për sa i përket asaj se çfarë ndodhi në 24 korrik në Roskovec, një tragjedi e Trefisht. Dasma nuk u bë kurrë, një familje u shua brenda pak orësh. Negociatat nga ana e forcave Reneas bashkë me prokurorin dështuan. Nertil Buzi, autori i vrasjes së 2 fisht, vrau veten. Mirë, për të kuptuar më shumë mbi këtë tragjedi, a mund të ishte parandaluar apo jo? Unë kam të ftuar sonte në Sken Krimi ish prokurorin dhe avokatin Ervin Karanja. Karanja, shumë faleminderit. Përshëndetje.
Në lidhje direkte kam avokat Arben Llangozin, avokat, falenderoj që je pjesë të skenkrimi sonte. Faleminderit, përshëndetje. Në gjykimin tuaj, duke lexuar atë se çfarë ndodhi pra në Roskovec, mendon se mund të ishte parandaluar si tragjedi, duke marrë dhe themi rrethanat ligjore? Rrethanat ligjore, unë mendoj që nëse ne do gjykojmë apo të paragjykojmë sistemin gjyqësor te rastet e dhunës në familje apo marrëdhënie në familje, statistikat kanë treguar që sistemi i drejtësisë në këtë fushë ka qenë shumë efektiv. Madje ne kemi pas raste edhe për pjesë parandalimesh, kanë qenë vendime të ekstreme, vendime dënimesh nga gjykatat dhe nuk mund t'ja lëmë fajin pjesës së sistemit drejtësisë. Unë vlerësoj që këtu nuk kemi një dhunë në familje për shkaqe xhelozi apo shkaqe të tjera. Këtu kemi luftë ekonomike e cila apo një krim ekonomik e cila ka sjell pasojën e vrasjeve të tre fishta tashmë. Unë vlerësoj që kjo ishte jo pjesë e parandalimit, sepse nuk mund parandalohet, se vlera monetare ishte një vlerë shumë e lartë, diskutohet diku te rreth 500.000 pound që ishin marrë nga familjarët e vajzës dhe nuk refuzonin që t'ia kthenin. Pra shkaku nuk ka qenë dhuna në familje, po ka qenë konflikti në lidhje me pasurinë. Dhe kjo ka çuar në këtë agravim kaq të madh që u morën dhe këto masa kaq ekstreme. A mund të parandalohet? Padyshim që nëse strukturat në tërësi do kishin funksionuar, normalisht që do ishte parandaluar. Pse do ishte parandaluar? Sepse të fusësh në Shqipëri për një vit 500.000 pound nga shteti anglez dhe të mos kesh asnjë lloj kontrolli, unë mendoj që kjo nuk ka funksionuar shteti, sepse padyshim që këto vinë nga një aktivitet kriminal, se 500.000 pound nuk i bën askush në Shqipëri me punë të ndershme, apo edhe qoftë dhe jashtë shtetit, në asnjë vend të botës. Kështu që ky burim i këtyre të ardhurave dhe këtyre vlerave monetare duhet ishte kontrolluar nga institucionet ligjzbatuese, gjë që edhe sot nuk është se kemi një reagim se si është krijuar kjo vlerë monetare, a është me burim të ligjshëm apo me burim pa ligjshëm, dhe pse nuk janë marrë masa nga institucionet ligjzbatuese shqiptare për këtë fakt. Problemi është sistemi, avokat, problemi është sistemi havala, domethënë ai i cili bën transferimin e parave nga një shtet X dhe i sjell në Shqipëri me bazën e përqindjeve, pra i depoziton parat, po themi 100.000 pound diku në Britani, del garant personi atij dhe ti shkon merr parat në Shqipëri pa kaluar fare në asnjë rrugë ligjore, më kupton? Kështu që nuk e di sa e mundur është. Nëse ne do t'i referohemi deklaratës së prindërve të djalit, ata kanë deklaruar që lekët kanë kaluar në emrin e vajzës. Pra kjo ka qenë ajo pjesa që duhet kishte funksionuar sistemi, sepse lekët nuk është se kanë kaluar në dorë, por lekët kanë kaluar në emrin e vajzës dhe kjo është pretendimi ngritur nga familjarët. Pra nëse do kishte funksionuar sistemi apo kontrolli, atëherë nuk do kishim këtë lloj lufte, sepse do ishim parandaluar konflikti. Pra parandalimi do të jetë në tërësi, nuk do të jetë se një çifti apo një marrëdhënie familjare nuk do t'i lëmë një policë te dera, sepse ajo është një marrëdhënie familjare e cila ne shpeshherë ka degraduar në Shqipëri. Nuk është se është rasti i parë ky që ne kemi pas dhunë familje, por ne nuk do të japim ngjyrat e një dhune në familje. Sepse kemi një vjedhje e pastër që është bërë nga pala tjetër. Dhe me ndoshta personi, pastaj unë nuk e nxis dhunën, por personi ka pasur një shkak më tepër, jo konfliktin e miqësisë së prishur, po konfliktin e vjedhjes pasurisë së tij. Dhe kjo është që duhet të trajtohesh nga organet ligjzbatuese. Ne e qartë. Faleminderit Llangozi. Karanja, tani ju në karrierën tuaj keni ndjekur pafundësisht raste të krimeve të rënda të kësaj, qoftë edhe të kësaj natyre, domethënë. Problemi është që personi ka qenë me masën e sigurimit arrest në shtëpi. Nga informacionet e mia di që ka bërë dhe ankimim në apel, në gjykatën e apelit, sepse nuk ka qenë dakord me këtë masë nga ana e prokurorisë, nuk di që të ketë pasur reagim, ka qenë në masën e sigurimit për veprën penale të përndjekjes. Çfarë do të thotë kjo? Ma trajton dot që ta kuptojmë pak më thellë? Vepra penale e përndjekjes është parashikuar si krim në mënyrë të posaçme në nenin 121 atë kodit penal. Ç'u kuptojmë me përndjekje? Me përndjekje kemi veprime të përsëritura, të cilëve, domethënë, kemi veprime të përsëritura për të ndryshuar mënyrën e jetesës së një personi tjetër. Ç'u kuptohet? Pra i del në rrugë, e shqetëson.
Kjo vepra penale është në rrethana të cilësuara, pra domethënë shtohet masa e dënimit me 1/3 kur personat kanë pasur lidhje shpirtërore. Ç'kuptojmë lidhje shpirtërore? Kanë qenë dashur, bashkëshort, ish bashkëshort. Pra ti, nëse për djeg ish të dashur, atëherë kjo është vepër penale që ka dënim akoma më të rënd. Sepse mund të ndodh një çift lidhet, për shkak për një tjetër ndahet. Pala tjetër nuk kërkon të lidhet më. Thonë, s'du të lidhet më. Jo, ti do lidhesh edhe shetone, e lo dhe e përndjek. Dhe kjo vjen përndjek që i kthehet në gjendje akti. Pra dhe ajo kërkimi përsëritur në mënyrë të shndrohet në përndjekje, po themi. Të kthehet në akt, pra kur një person kthehet në akt, atëherë është vepra penale përndjekjes. Fakti që ky shtetas është arrestuar për neni 121A tregon që ka dyshime të arsyeshme që shkruaj vepra penale përndjekjes e parashikuar nga 121A paragrafi 2, pra që ka rrethana rënduese. Pra se kur është nga ai që ka lidhje shpirtërore është rrethan rënduese, se rritet masa e dënimit me 1/3 e dënimit. Pra, saktohet dënimi, për shembull, nëse dënohesh 1 vit, shtohet dhe 1/3 e 1 vitit. E qartë. Pra shtohet dhe 1/3 sa do i bie edhe 4 muaj plus. Shtohet 4 muaj. Më pas mund është procedurë, nëse procedohet me gjykim shkurtore, ulet 1/3, por nga pikpamja ligjit material, pra e dispozitës që dënon në 121A, dënohesh për këtë dispozitë rritet me masën e 1/3. Ankimin në apel. Okej, seroni ankimin në apel. Ankimin në apel, siç e tha dhe unë nuk kam në djeni, por është bërë nga i panderit, që ka kërkuar mas tjetër dhe është akama me masë rregullimit arrest shpirtëror. Pra, domethënë, apeli ka lënë në fuqi, pra e ka lënë në fuqi se apeli nuk mund vendos mas tjetër kur ankues është i panderit, nuk mund të rëndoj pozitën e personit në hetim. Kur është ankus prokurori, atëherë mund ta rëndoj pozitën, por kur është i panderës mund ta rëndoj gjykata. E ka lënë ankus nuk ishte prokurori në këtë rast. Ankus, domethënë, praktikisht i bie, domethënë, në çka diskutuar, domethënë, çka kemi gjuar nëpër media, domethënë, e vërtetë është nuk ka qenë ankus vetëm vetë, nuk ka qenë prokurori. Tani, ideja është i bie që ditën e kaluar, 24 korrik, Nertil Buzit ka thyer masën e arrestit në shtëpi. Po pra, ka dalë. A mundet që ne të vlerësojmë apo ju në cilësinë e prokurorit? A mundeni të vlerësoni që kemi të bëjmë me atë se çfarë ndodhi me një vrasje me paramendim që Nertil Buzi ishte paramenduar hapat që do ndërmerrte? Shkojmë dot deri në këtë pikë? Mendoj që duhet parë që ai ka pasur një armë zjarri me vete, që ka qenë çifte. Mund të ketë shkuar, domethënë do shifet dosja. Jemi korrekt, duhet parë dosja. Pra ky ka shkuar me paramendim, i ka goditur njerëzit pa i fol fare, se nëse shkon e godet pa fol fare, kuptimi atëherë është me paramendim. Ka pasur debat, s'ka pasur, do ta zgjidhin dëshmitarët. Sepse nëna ose vjera e tij është akoma Jo, ndrojet njoftoi policia që ndrojet vetëm vajza kanë mbetur gjallë në këtë. Vajza bie janë 3 viktima bashkë me autorin. Bie janë 3 viktima. Atëherë, nëna, domethënë autori dhe baba janë 3 viktima, kurse vajza është dëshmitare okulare më gjatë. Do shifen edhe mjetet e tjera, komunikimet që të ngrihet një akuzë qartë, pra ka shkuar me paramendim apo është një sherr, një konflikt i çastit që ka shkuar. Mjeti i përdor një çifte që cili si pasojë atë rëndë, është për me godit dhe kafshët, pra është me kafshët e egra që është pra trupi njeriu është më i dobët se kafsha, edhe nga pikpamja fizike, kështu që ai e ka realizuar qëllimin. Pra do të shoh kemi të bëjmë me një konflikt, pra pse është thyer arresti i shtëpisë, sepse ai ka pranuar të bëjë një vepër penale, ka bërë një vepër penale, pra që ky e ka nisur kur ka shkelë arrestin e shtëpisë, sepse shkelja e arrestit të shtëpisë përbën veprën penale të largimit nga vendi i qëndrimit. Pra ky në vetvete është vepër, pra ky ka bërë një vepër, ka marrë një armë zjarri çifte dhe ka shkuar te vendi i ngjarjes. Ndërkohë, siç e tha dhe avokati Dangozi, diskutohet për një shumë parash. Të paktën çfarë është përfolur, flitet edhe mbi 700.000 pound, është fol 500.000, 700.000, po duhet parë, ne nuk hetimi duhet ta verifikojë edhe këtë. Është e vërtetë apo jo që është marrë kjo shumë parash? Pra, si janë, çfarë aktiviteti është bërë, pse këta kanë përfituar nga kjo shumë, sepse ka përfituar dhe në fund fare këta ai nuk e ka vrarë. Pra këtë vajzën nuk ka vrarë. Pra, fati që se ka vrarë mund të hedhë, domethënë mund të jetë është bërë pishman për atë që ka bërë. Pra i vrau prindit dhe e laktën, sepse mund ta kishte vrarë këtë. Ai armë fishere dhe kishte fati që ka vrarë veten tregon që ka pasur municion për të realizuar veprën penale të vrasjes. Ai nuk është dorëzuar me kuptimin ashtu dhe ka vrarë veten. Pra e ka liruar këtë personin një vajzë. Po, mbas negociatave me Renean ka qenë një nga momentet kur e liroi. Ky dyshimi mund të ketë qenë një mendim aty për aty, në një konflikt që i ka goditur, sepse e kishte vajzën mund të kishte vrarë dhe kishte marrë punë, pra ishin me 4 viktima. Fakti që nuk e ka vrarë tregon që mund të kemi një
një konflikt të çastit. Megjithatë, të jemi korrekt, duhet presim hetimin që t'i japi zgjidhje problemit. Pra, se si ka vepruar në vendngjarjet në mënyrë të menjëhershme, apo ka pasur debate, biseda mirë. Pavarësisht saj, vepra penale është një vepër shumë e rëndë, nuk justifikohen. Shqiptarët duhet i zgjidhin çështjet me qetësi. Ky person që bëri të veprën penale e la personin që ka pas lidhje shpirtërore, e la jetime, pa prindër, dhe la një breng tron, qoftë për njerëzit e vet, për familjarët e vet, qoftë dhe për familjarët e viktimit. Pra ky ka bërë domethënë një veprim që mendojnë që mund të jetë i momentit, por duhet të mendohen mirë lëvizjet që bën njerëz, sepse është një veprim shumë i rëndë që ka sjellë pasojat qoftë trona, qoftë për familjen, qoftë dhe për njerëzit që la pas. E qartë, faleminderit Karanja. Faleminderit dhe ju për. Langozi, çështja e negociatave në fund që dështuan ndërmjet autorit i cili u kthye në viktim dhe negociatorëve të Reneas bashkë me prokurorin në vendngjarje. Unë mendoj që djali ka qenë në kushte të tronditjes së rëndë psiqike, sepse siç e tha dhe Karanja, tu kemi një kozgjatje në kohë, pra kemi një krim të kryer në kohë jo brenda momentit. Dhe kjo e ka bërë atë që të jetë në kushte të rënda. Unë mendoj që aty ka pasi konflikt me familjarët për shkak të vlerave monetare dhe ka agravuar më tej në një konflikt. Unë vlerësoj që duhet tetohet edhe vepra penale e vjedhjes me anë të mashtrimit, sepse nëse janë këto vlera monetare dhe janë përfituar nga vajza, duhet tetohet edhe kjo pistë. Në qoftë se do dalim te negociatat, si rrallë herë vlerësoj që negociatat në rasti konkret mendoj se do jenë plotësisht korrekte, sepse ligji përcakton në mënyrë të qartë që në moment që kemi një vepër kaq të rëndë, prokurori duhet të jetë në krye të udhëheqjes së hetimeve si rrallë herë. Në Shqipëri, sidomos me drejtsinë e re, prokurorët nuk dalin në vendngjarje. Në rasti konkret, prokurori ka qenë vetë pjesë e grupit hetimor dhe vlerësoj që veprimet kanë qenë shumë korrekte nga ana e policisë së shtetit. Dhe nuk mund ta paragjykojmë dhe si në rastet e tjera kur policia e shtetit ka qenë personi dyshuar që mund të kishte kryer dhe krimin e vrasjes. Në rastin aktual unë kam besim se vetë fakti që prokurori ka qenë pjesë e grupit hetimor nuk ka manipulim të kësaj ngjarje. Skenat apo rastet e vrasjeve apo edhe aksidenteve, në moment që prokurori nuk ka marrë pjesë në vendngjarje, kanë qenë fatale sepse policia e shtetit gjithmonë është munduar të manipulojë dhe të mbulojë ngjarjet. Në rastin aktual vlerësoj që është një rast për të vlerësuar dhe prokuroria, mendoj që në kohën e asaj prokurorisë vjetër, sistemit vjetër të drejtësisë, ndoshta zoti Karanja më korrigjon, prokurorët në raste të rënda të tilla dilin vetë në skenën e vendngjarjes. Në rastin në drejtsinë e re, prokurori Flegjum edhe prokurori Gatshëm nuk del në rastet e ngjarjeve të tilla të rënda apo dhe rasteve të tjera dhe aksidente me pasojë vdekjen. Prokurori kur ka një rast të tillë duhet të dalë. Dhe unë vlerësoj që kjo procedurë është bërë korrekte dhe nuk lë vend për dyshim. E qartë. Mirë. Unë doja që ne ta mbyllim këtë diskutim, pasi sigurisht do të jenë hetimet e plota ato të cilat do të tregojnë se çfarë ka ndodhur dhe ndoshta për të mos i dhënë më shumë hapësirë edhe neve që ndoshta mund të bëjmë ndonjë spekulim të mundshëm, jemi detyruar të presim hetimet se çfarë do të rezultojë mbi këtë tragjedi të trefisht, cili ishte shkaku i vërtet, çfarë ndodhi më pas, si shkuan negociatat me Renean e të tjera me radhë. Ne do ndalemi për diskutuar zhvillimet aktuale që po ndodhin në raport me protestën. U mbajt një protestë përpara kuvendit dhe ishte një protestë e cila pati përplasje mes protestuesve dhe policisë së shtetit. Një nga momentet, le të themi ndoshta më prekse dhe më të dhimbshme, ishte një nën me një fëmijë kam përshtypjen autik, pra të spektrit autik, të cilët u goditën me gaz lotësjellës. Ne ta ndjekim pak atë pamje dhe kthehemi të diskutojmë se si u trajtua dhe nga ajo se çfarë deklaroi kryeministri një ditë më pas, por çfarë ka deklaruar dhe vetë nëna me djalin. I vendu se gjuni se ndimon qështë, është i
Që do vende për shku shpi, pa ta jeton të përnë kyva. A do ti, a do qumë, a do qumë, bëjën qumë, bëjën. Pikërisht, kjo nën me djalin e saj u bë simboli një përplasje pra mes protestuesve dhe policisë. Kryeministri Rama në fjalimin e tij që mbajti përpara grupit parlamentar socialist tha që këtë nënë e nxorën korbat dhe sorrat, e nxorën në protest dhe e lanë aty të vetmuar përballej me atë se çfarë po ndodhte, ndërkohë sigurisht ka pasur dhe deklarim nga nëna e cila ka thënë, pra nga zonja e cila ka thënë që kishte djalin në terapi dhe po kthehej, por pa që rrugët ishin të bllokuar. Ndjekim çfarë ka deklaruar kryeministri dhe rikthehemi të diskutojmë se çfarë ndodhi me atë protest. Atë nënën me fëmijën me spektër autik, të cilën korbat e kishin marrë me vete te parlamenti për ta kthyer në viktimën e policisë që ishte aty për të mbrojtur deputetët nga të verbrit e dhunshëm të Shqipërisë. Ne sapo e kemi dyfishuar mbështetjen për fëmijët autik. E kemi rritur mbështetjen dhe për nënat e tyre. Por ky është fakti ynë thjesht, ndërsa përjetimi i asaj nëne është krejt tjetër. Ajo mund mos jetë fare e informuar ose dhe mund të jetë e informuar për dyfishimin e mbështetjes për djalin. Por ajo nuk e ka ndjerë kurrë empatin ton. Aty në atë fundin e atij hendekut, mes faktit ton dhe përjetimit të vetmisë së saj dëshpëruese. Mirë, ky është deklarimi i kryeministrit Edi Rama. Langozi, për ta vijuar së bashku bisedën, si e pat përdorimin ndoshta të nënës me fëmijën autik, u përdor apo jo nga politika, si e lexuat? I vetmi person që e ka përdorur nënën ka qenë kryeministri Edi Rama. Ajo nën ka pasur gjithë të drejtat të dilte, të protestonte, të uluriste, të shtrihesh mes rrugës, të kërkonte të gjithë drejtat që i jep Zoti për të kërkuar mirëqenie për vete dhe për fëmijën e saj. Besoj ju e pat se çka kushësh jetonte ajo nën, apo jo? E pam të gjithë, në kushte mjerane, kishin prerë energjinë elektrike. Dhe kjo e ka çuar atë dhe unë pash një moment që ajo ishte aq e lumtur, që ishte me djalin e vet atje në atë protestat, mendoj që lumturia më madhe e saj ishte ajo protesta aty. E marrin mirëqen që ajo ka qenë në protest. A e ndalon kush atë që ajo të futet të dalin në protest? Jo, është drejta saj kushtetuese. Dhe si mundet të pretendoj kryeministri që disa me qindra e mira protestues vajtën gjetën një person atje në fund dhe e morën e sollën protest me qëllim për futur kurth policin. Po kush e ha këtë? Po ai vazhdon të përdori njerëzit me aftësi të kufizuara, vepron duke akuzuar të tjerët për atë që ai ka qenë neglizhenti më i madh i të gjithë personave me probleme. Edhe pyetja që lind, a ka vepruar ai kur e pa që nëna me fëmijën jetonte në ato kushte mjerane që kishte rënë çatia mbi kokë? Jo. Çfarë bën? E morën nga ajo banesë edhe fshen një banesë tjetër akoma më të rënuar. Dhe të dalim e të pretendojmë e të shajmë shqiptarët që unë po bëj kaq kohë që kohët e fundit me vërtet po na bëjnë krenar kombion, njerëzit tanë, që për 24 orë i mblodhen 120.000 euro asaj nëne dhe të pretendohet që po përdoret, që kryeministri jonë si ka dhënë një kacide, edhe i preu dhe energjinë elektrike, e na flet për sorra e korba një skifter, se është hajdut. Është tamam skifter. Dhap grab bitçar. Rama ka mendje të shërbej njerëz të varfër, po shkon edhe merret me harumpën. Ky është kryeministri jonë, organizon mbledhje ndërkombëtare me mafia.
Dhe nuk I shërben qytetarëve të vendit vet. Kryeministri Ka Rama, fare këtu, fare përdorje nga protestuesët. Politika e qelbur e një kryeministri normal do ta përdori. në fakt kryeministri tha, Ishin skena shumë të dhimbshme. Kryeministri- Të shkortin fëmijë me probleme, të lotoj dhe të përqafoj të vetë me shpresë në mënyrë instinktive, është prekse. e krahasoi kryeministri atë çast, domethënë me manualin që përdorin terroristët që fshihen pas grave dhe fëmijëve, duke thënë që ndoshta zonja nuk ka informacion që është dyfishuar mbështetja dhe për fëmijët autik dhe nënat e tyre. Të A paktën ka terrorist më të madh se ky kryeministri që ka vjedhur çdo lloj fondi, ka vjedhur çdo lloj tenderi, ka grabitur çdo qindar shqiptarëve dhe lënë një nën atje mes katër rrugëve pa energji elektrike, pa ujë. A ka terrorist më të madh se ai? Nuk ka. Ai është terroristi që përdor imazhin e një fëmije dhe do të ta përdorin në favor të vetes vet. Nuk është e vërtet. Nuk ka terrorizëm këtu. Këtu ka disa njerëz të cilët po mundohen të ndryshojnë sistemin politik. Një sistem që ka grabitur atë nën, atë fëmijë. Ky është ajo që nuk po I pëlqen këtyre politikanëve. Por janë duke vijuar dhe duke kërkuar ndryshim. Dhe të gjithë ne duam ndryshimin. Të gjithë ne, sepse nuk mundet të pretendojmë ne, kur kemi inceneratorin në Tiranës që nuk funksionon, kur kemi hemodializën të vjedhur, sterilizimin të vjedhur, check-up I vjedhur, kemi të gjithë tenderat, kemi miliarda euro të vjedhura. Edhe lëm një familje në nevojë në ato lloj kushtesh, e të shajmë shqiptarët që protestojnë, që për 24 orë I dhuruan 120.000 euro, që vajten po I shërbejnë edhe në anë estetike, po I rregullojnë dhëmbët e tjera janë bërë solidar gjithë shqiptarët për të ndihmuar familjet në nevojë. Edhe na flet një kryeminist që as e ka marrë mundimin fare ti çoj shërbime sociale. A ka nevojë ky djalë për psikolog? A ka nevojë ky fëmijë për ky djalë për ndihma të tjera, shërbime spitalore të tjera? A ju dha ndihmë atij? Kush ja dha ndihmën? Ja dha policia? Apo ja dha qytetarët duke pastruar syt nga gazi lotësjellës? e qartë. Faleminderit Langozi. Faleminderit. Këtë protest si e pat? Pati më shumë dhunë se një herë më përpara një mobilizim më I madh I forcave të policisë për të garantuar sigurinë fizike të deputetëve, po ta shikoj, ishte bllokuar që te Ministria e Brendshme, pra gjithë pjesa pedonales që del tek kuvendi, shumë forca sigurie për sigurinë e deputetëve. Ishte bërë shumë forca sigurie, kishe kontrolle personale për posedimin e vezëve ose frutave, ndaloj që të afroheshin këtë zonë me vezë ose me fruta ose perime të ndryshme, sepse mund përdoreshin për veprime ndaj deputetëve. Pra, nuk është lejuar afrimi I vezëve në vendin e ngjarjes. Lidhe me deklarimin por lidhe me këtë zonjë që kishte fëmijën e smur, unë I besoj fjalës që thot kjo zonja. Edi Rama ka bërë një deklarim politik, që të shkote futën. Kjo zonja flet të vërtetën. Thot, kam qenë rastisht aty, thot, kam kaluar, thot. Pas djalin terapi, ka pretenduar. Unë, domethënë është një kryqëzim, sepse është I vetmi vend që mund të kalosh te pazari I ri, te zona e sheshit Skënderbej. S'ke ku të kalosh tjetër. Pra I bioset, pra është tek rruga e Elbasanit. Do kthehesh djathtës, nuk ke nga të kalosh tjetër, është I vendi është I zënë. Dhe po dalësh te ura tabakëve është prap vendi I zënë, është I vetmi korridor që mund të kalosh. Korridor tjetër mund të zbresësh është Lumi Milanës, nuk e ku kalosh. Do ecësh ndjedh, do dalësh te bulevardi qendror, po është I bi shumë larg, I bi informuje. Dhe ky është, unë e besoj zonës, është I vetmi rrugë që mund të kalosh. Tani ajo që tha Langozi është e vërtetë. Ore, a janë spitalet më rregull? A janë rregull spitalet? Po s'janë pa rregull spitalet. Apo bëhet propagandë me spitalet janë shumë mirë, po s'janë mirë pra. Dhe dje kryeministri Edi Rama për herë të parë pranoi në një farë mënyrë që protestuesit kanë drejt, po kanë edhe drejt. Do diskutojmë pak më pas atë sepse kemi atë çështjen Besa. Po. Dhe në rastin konkret mendoj që kjo thotë të vërtetën duhet është gjendur në një vend që është ushtruar dhunë në mënyrë të palishme. Pra domethënë dhunë ose më saktë janë kryer akte
të cilët nuk kanë lidhje. Fëmia duket qartë që është, domethënë. Po sepse, shiko, njerëzit ndoshta një pjesë e njerëzve të cilët nuk janë përballur ndonjëherë në protestë me gazexhociellës. Gazexhociellës është shumë i fortë karata. Është shumë i shqetësuar, po të rri afër nënës, kërkon nënën afër. Shikoj, pra është ashtu dhe nëna është në panik, kuptimin është sepse për shkak të djalit ka ndikuar gjendja emocionale e djalit dhe të gjendja emocionale e nënës. Mendoj që kjo ka qenë rastisht aty. Pra nuk kemi të bëjmë me manipulim ose futjen e një personi në vëngjas, sepse është i vetmi vend që do kalosh. Që kalon. Tani përsa i përket përplasjeve që ndodhen. Kush le të themi kush provokoi? A do duhet të reagonte ashtu policia në atë lloj forme? A kemi ne polici të trajnuar për të menaxhuar grupe protestuesish? Qoftë edhe në këtë rast ishin me veza, po qoftë edhe me perime, domate, siç kemi parë aty. Ose me qep të prishme. Mendoj që duhet policia ka nevojë për trajnim. Pse? Sepse këtu ka pasur gjithmonë protesta që shuan. Kjo protestë nuk po shuhet. Jo ka rënë numri, jo numri nuk ka rënë. S'është vap, njerëzit kanë një plazh. Ky numër ulet dhe ngrihet mbas të protestës. Dje për shembull kishte. Po ka njerëz që ndodhi në ka njerëz, pra problemi është i tillë. A ka njerëz që protestojnë që ka njerëz që ka gjëra që shkojnë në këtë vend. Po shkojnë pra e dalin në protestë. S'mund thosh janë gjithë këto njerëz që duhen kthy përgjigje dhe numri është i madh. Policia duhet të trajnohet, sepse nuk ka pasur në historinë në 35 vjeçare një qëndrim kaq persistent dhe rezistent që ka rezistuar kohës. Një qëndrim gati, domethënë që të qëndrueshëm ditë për ditë, pra nga data 31/5, pra që nga maj, fundi i majit, ne kemi një qëndrim, kemi një qëndrueshmëri. Pra kemi njerëz të qëndrueshëm të cilët po rrinë. Pra mund të jetë numri i madh i vol, nuk mund të matet jo janë pak sot edhe çohet droni shumë larg, se droni sa më lart shkojnë duken pak, por mendoj që ka njerëz. Ka njerëz të cilët protestojnë në vendin tonë, ka gjëra që shkojnë dhe këta persona duhen dëgjuar. Pra duhen dëgjuar çfarë problematikash ka. Duke që do flasim më vonë për gjithë sektorët e jetës, por dhe policia duhet të trajnohet sepse po ndodhin fenomene të reja, pra njerëzit po protestojnë. Nga më përpara që thotin shqiptarët janë gjumë, jo s'janë gjumë, janë gjithë trinjët. Unë i kam pa vetë, nuk ke mosha që ose militant partie siç ka qenë më përpara që të marrëstojnë për partinë, ke njerëz të cilët janë të zanateve të ndryshme, ke punëtor, ke intelektual, pra janë gjithë bashkë. Pra ka një energji ndryshe. Ka një energji ndryshe dhe janë të gjithë për një qëllim. Pra nuk është se po synohet për me kap me bon një parti politike, po protestohet në një shoqëri demokratike për gjëra që realisht nuk shkojnë. Fati i cili u pranu nga vetë kryeministri. E qartë. Langozi përsa i përket përplasjes që ndodhi mes protestuesve dhe policisë, ne unë pash dhe disa pamje aty se që ishte një si lëng gjyrë bluaj, si nuk e di si gurkali, si ta them. Tim ka lindur provokimi i policisë, sepse kam parë një nën që trishin zvat. A mund të flasim ne që këtu kishte kjo nëna rezistencë të tillë që të kundërshtonte forcat e policisë. E kam parë gjithë shqiptarët si trishin zvat. Apo dhe rasti kësaj nëne që ishte me fëmijë, apo dhe fëmijë të tjerë të mitur cilët kishin dunuar me gaz lociellës. Pra, policia në rasti konkret ka bërë gabim shumë të madh që është bërë palë me politikën dhe nëse ne do t'i referohemi faktit, aty ishte një shef komisariati, i cili protestuesët rrinin ai insulmonte. Besoj kemi parë të gjithë në video që e sulmonte vetë shefi, kishte marrë një sprite dhe i godiste protestuesit sy. Si është e mundur kjo gjë? Si është e mundur që të dhunosh protestuesët? Normalisht vezët janë simbolik. Nuk është se po dhunohen deputetët, po janë simbolik për të përpis atë politika, atë vjedhje, atë grabitje që është bërë nga këta politikanë Shqipërisë. Se nuk të vret veza, madje e goditën në kokë shefin e komisariatit numër 4, me sa mos gaboj, dhe nuk pati probleme. Vazhdoi aty luftën e me protestuesët. Pra, si mundet të ruajmë ne makinën e një deputeti, të blerë me lekët e taksave tona, edhe të dhunosh fëmijët, ti lëshosh gaz lociellës, për mendimin tim kjo është shumë e rëndë. Dëgjova dhe komunikata që bëri drejtori i përgjithshëm policisë shtetit. I tha të mos ushtrohet dhunë ndaj qytetarëve. Sërish nuk u dëgjua. Nuk u dëgjua dhe veprua ndryshe nga. Përse merr ndonjë urdhër tjetër më i fortë aty në vend?
atjetër shefi i komisariatit numër 4 doli kundër urdhrave të dhëna nga drejtori i përgjithshëm, sepse drejtori i përgjithshëm tha të mos dhunohen protestuesët. Doli komunikat për media e tjerë. Jo, bëri të kundërt të shefit dhe provokonte gjatë gjithë kohës protestuesët, që u agravua situata në atë lloj gjendje pastaj. E qartë. Mirë, tani, duke qenë se jemi tek çështja e protestës, mirë apo keq, protesta, duke se i ka dhënë një tronditje sistemit politik të ndërtuar në Shqipëri në këto 36 vite. Pra, krahas qeverisë, që kërkohet sigurisht dorëheqja e qeverisë, është goditur në këtë protest edhe opozita si strukturë politike e cila nuk i ka shërbyer ashtu siç do duhej politikisht vendit. Dhe duket se reflektimi i parë publik vjen pirisht vetë nga kreu i qeverisë, Edi Rama, i cili tha që kjo protest në bulevard ka qenë një pasqyrë reflektimi dhe që ka dalë një mësim nga protesta e flamingove. Dhe mbi bazën e këtij reflektimi është publikuar, është prodhuar nga ana e qeverisë një dokument i titulluar Besa. Pra me sa duket, Besa është një kthes politike që kërkon të bëjë qeveria bashkë me të gjithë kabinetin e me të gjithë strukturat që ka dhe partia socialiste për të shërbyer mandatit të kadrët, sigurisht mbi bazën e asaj se çfarë është kërkuar dhe nga ana e protestës. Dëgjojmë çfarë tha kryeministri dhe rikthehemi ta diskutojmë. Ky është një tjetër mësim, shumë i shtrenjtë i bulevardit Flamingove. Dhe nga këto mësime, lindi edhe ky dokumenti që i parë që kam sot. E kam titulluar me një emër shumë të vjetër dhe shumë të madh. Besa. E di që ky emër do hap debat, por e zgjodha edhe sepse ha debat. Asnjë fjalë tjetër të gjuhës tonë nuk gjeta që ta thotë më qartë çfarë kthese i duhet mandatit të katërt. Që njerëzit e këtij vendi të mos i përjetojnë më vendimet tona si prerje në besë. Të mos ndihen më të padëgjuar, të painformuar dhe përveç se të padëgjuar, të painformuar, të papërfillur. Po nuk do shtjelloj këtu dokumentin larg qoftë, se është më shumë faqe se sa fjalimi, që siç e shihni është karakteristikisht jo i shkurtër. Do të ta merrni të gjithë me vete për ta shkoqitur qetësisht gjatë pushimeve, sepse është i hapur për, siç thash, kontribute. Megjithëse e di që përpara se të filloni ta lexoni, do jetë hedhur nëpër kanalet sociale, i mbuluar me pupla sorrash. Mirë, ky është deklarimi i kryeministrit Rama për sa i përket dokumentit të titulluar Besa. Llangozit ta nisim së bashku. Tani në kuptimin tuaj, çfarë është Besa që po kërkon apo po ofron kryeministri dhe po kërkohet vonë apo është krejt në kohën e duhur? Andaj unë e kërkova këtë dokument se më bëri kurioz, tash hajde mbase ne do bëhemi pjesë e Besës kryeministrit, por nuk e gjeta. Nuk e di, e ka publikuar në një media të gjithë dokumentin? Këtë nuk e di, të paktën nuk e kam parë të plot edhe unë gjatë kërkimeve të mia. Se herë, këtu nuk ka dokument fare. A ishte i faqe para aty, edhe një propagandë nga ana tjetër për të bindur shqiptarët, dhe unë mendoj që kjo letër që nxori kryeministrin pa është kali trojës për të mposhtur protestën. Pra, ai po ju fut në mes që ne shikoj se duhet të zgjasim dorë njëri tjetrit, të japim besën që shikoj do punoj për ju. Dhe ne do këtë ta bëjmë për 90 ditë sipas atij. Po ne po bëjmë 14 vjet që presim të bëhet diçka për vendin tonë. Çfarë është bërë për 14 vjet? Është bërë grabitje, është bërë manipulim, është bërë vjedhje, është shitur Shqipëria, janë shkatruar spitalet, u larguan mjekët nga Shqipëria, u larguan të rinë nga Shqipëria. Kjo është Besa, çfarë besë do japi ky atyre njerëzve që janë larguar nga Shqipëria për shkak të mos qeverisjes së drejtë të këtij kryeministri? Çfarë besë do të japin atyre që kanë krijuar familje në Europë? Çfarë besë do të japin trurit të kombit shqiptar që është marrë nga Europa dhe nga bota?
Ne kemi mjekët, mjekët tani ka Gjermania, punojnë atje. Ne nuk i kemi, e këshim pasuri kombëtare. Pasuria jonë kombëtare na e morët. Për shkak se nuk ishte qeverisja dur. Ne kemi shkatrim sistemi drejtësisë. Ne kemi shkatrim në çdo fushë. Atëherë çfarë bese do t'i japim ne kur një qytetar nuk merr të drejtën e vet të pensionit dhe rrit 20 vite në procese gjyqësore? Çfarë do t'i japim besë ne kur një gjyqtar patronazhist i rrëzon të drejtën e pensionit një kooperativisti? Sepse kështu e ka uzuar fryma e partisë. Ne kemi gjyqtarë dhe prokuror partijak sot, që komandohen si telekomand nga kryeministri. Dhe ne nëse nuk do kemi drejtësinë, ne nuk do kemi më shtet. Drejtësia përfundimisht është e kapur nga shteti, nga qeveria, nga kryeministri. Dhe ne nuk mund të pretendojmë më për besë, sepse besa nuk është kryeministri, po është drejtësia. Sepse kur ai kryeministri shkel atë marrëveshje që ka propozuar, do shkojmë gjykatë. Edhe kur nuk kemi gjykata, ku do shkojmë? Kur ne kanë zaptuar gjykatat, patronazhistët, persona që kanë shërbyer pushtetit, si Ina Rama me kompani që kanë dalë atje pas lloj procedure u bën gjyqtar. Dhe ne nuk mund të pretendojmë për besë, se na nxjerr kryeministri një fleta 4 me ngjyra e duke na thënë ja ku e keni dokumentin. Duhen prova. Po mirë tani, avokat, a mendon se është një strategji e mirëfillt e qeverisë e cila pasqyron reflektimin që ka ardhur nga protesta e këtyre afro 2 muajve, apo është strategji që sigurisht pushtetet kërkojnë për të mbajtur në kontroll situatën? Tu kemi kalin e Trojës dhe nuk duhet ta besoj askush, se kryeministri po mashtron, është duke ju dhënë diçka, një letër A4 dhe shko sa tallë se është kjo. Se çdo lloj projekti publik, çdo lloj udhëzimi, çdo lloj projekt që mund bëjë qeveria, duhet ta shohim ne, bëhet publiku, duhet ta di publiku, është dakord se është dakord, kush është ai pa konsultim publik, ta nxjerrë atë çfarë mendon, ta nxjerrë, ta marrë vesh çfarë do bëj ky për 90 ditë, se pas ka shkopi magjik që për 14 vjet ka vjedhur dhe për 30 ditë, 60 ditë, 90 ditë do bëj ka Shqipërinë. Kush e ha këtë? A e besojnë më shqiptarët një gjë të tillë? Nuk e besojnë. Sepse një pa besë nuk mundet kurse si ti besojmë se po na jep besë. Një kryeministër që përdor një fëmijë autik, nuk mund t'i besojmë që do bëjë Shqipëri. Nuk i beson njeri. Dhe unë mendoj, nëse do jetë një karem për të ulur ritmin e protestës, është e gabuar. Sepse nuk mund ta shikojmë kryeministrin ne të bëjë autokritik kur ai është përgjegjësi numër 1 për çdo lloj grabitje në Republikën e Shqipërisë. Nuk mund t'i besojmë ne autokritikës së një kryeministri që ky kryeministër bën mbledhje me grupe kriminale, që jep 60% të lejeve grupeve kriminale, leje të ndërtimit në Shqipëri. Si mund t'i besojmë ne? Nuk ka besë për mendimin tim. Nuk ka besë. Po unë mendoj që mendimi im është i gjithë shqiptarëve. Të gjithë shqiptarët nuk kanë pensione, nuk kanë ilaçe skaduara, nuk kanë shtretër spitale, nuk marrin shërbim. Çfarë besë, si do t'i bëj ky gjithë to për 90 ditë? Dhe kur ky i bëga për 90 ditë gjithë to veprime, pse si ka bërë për 14 vjet? Kush ka qenë arsye? Glabrimi që ka bërë Shqipërisë. Çfarë do t'i bëj? Bishporës që është bërë me dokumenta falsifikuara dhe sot e kësaj dite nuk veprohet. Nuk e jeton as prokuroria posaçme, as qeveria, as kush. A është hapur një proces për paveshmërinë e marrjes së atyre pronave nga avokatura e shtetit se ka detyrim, po bëjmë mbi 60 ditë protestë. Që protestohet për Zvërnecin, protestohet për Bishporë, protestohet për pronat e grabitura. Kemi një padi, kemi dëgjuar gjë që të hapet një padi për Zvërnecin. Jo, pse? Sepse aty janë grabitja që të dyja palët politike i ka bërë vend Spaku, për çështjen e Zvërnecit ka planuar publikisht Spak që ka një hetim të mirëfillt, sepse mediat ndërkombëtare gjatë kohës që nisën protestat, i kishin dërguar pyetje masive avokat, CNN-i në Londër, The Times-i, edhe e pranojnë që për çështjen e Zvërnecit ka hetim
të Mirfield, për Sazani dhe për Kushneri nuk ka sigurisht, po kjo pjesa tjetër duket se po hetohet. Se ku do shkojë timi deri ku arrin pikat që kap këtë nuk e dim ne. Këtë e din ata burrat që kanë ndorë këtë dosja. Dhe për to besoj bjem dakord avokat. Qofse do ketë hetimi është bërë. Besoj Karanja e di shumë mirë që prokuroria e Tiranës ka një dosje eksploziv që mund të minojë jo vetëm Zvërneci, po gjithë Shqipërinë, gjithë pronat e Shqipërisë të grafitura. Ka mbi 2000 përgjime që kanë dalë zyrtarë shqiptarë për mënyrën se si manipulojnë pronat. Po a intereson prokurorisë posaçme kjo gjë? Jo, pse? Sepse është në lojë sistemi bankar shqiptar, që mund të nxjerrë gjithë pisliqet e atyre prokurorëve që janë mbuluar në proces vettingu në bashkëpunim. Pra ne këtu kemi një sistem korruptiv nga prokuroria deri te përfituesi i pasurisë, sepse përfitues tu kemi sistemin bankar, kemi personat veshur me pushtet, kemi kryeministrin që ka fshehur lekët nëpërmjet personave të tjerë, kemi ish kryeministrin e mëparshëm. Pra ne këtu kemi bashkëpunim. Dhe nëse do kishte vullnet që Zvërneci po hetohet, do të ishte sekuestrohe, edhe pastaj shohim ne, krijojmë atë hapin e besës. Ne edhim besën, pra sistemi po funksionon. Ne e qartë. Faleminderit. Se kemi këtë ne, sepse ne kemi Limjoni në Saran, që është vendosur dhe sekuestro nga gjykata, dhe gjykata është e lartë, thotë që është cënuar siguria kombëtare, dhe gjykata kushtetuese të njëjtën gjë, dhe thonë që Bardhyl Koçaku dhe ministrja Olta Xhashka kanë cënuar sigurinë kombëtare dhe marrëdhënie me NATO-n, dhe a kemi akuzë deri më sot nga kjo prokurori? Dhe pse nuk kemi? Sepse me rrugë politike shumë e thjeshtë. Ne e qartë. Është shumë e thjeshtë. Ktu kemi glabërim të pronave të shqiptarëve në bashkëpunim. Ja bërpis dhe ata prokurorë që nuk e hetojnë edhe nuk vendosin sekuestër. Dhe kur vjen puna për ndjekjen e një qytetari se si ka vajtur, ka punuar duke mbledhur ullin lekët në Greqi, nuk i fusin dot sistemin ton bankar se kërkojnë llogari. Ku i gjetet? Kështu kjo është ajo që është e rëndë. Dhe nëse duan e ka hetuar prokurori Armand Gurakuqi me oficerin Emror Kasa, e ka një dosje atje sa i malega. Dhe din shumë mirë se si është përfituar prona. Nëse nuk e kam unë, asnjë media në Shqipëri përveç jush nuk interesohet për këtë dosje. Nuk interesohet. I kam 2000 përgjime që janë shkatrim për gjithë sistemin. Si merr prokurori? E di shumë mirë prokurori çështjes që heton në SPAK që ajo dosje ekziston. Se me urdhër të ish prokurorës përgjithshme është dyshuar prokurori konkluzione përfundimtare. Nuk e hetojnë sepse këtu kemi interesa të ngushta. Këtu kemi ndikime për kaluar vettingun, për të përfituar nga reforma në drejtësi, dhe kjo është reforma. Kjo është besimi që duhet t'i japim ne. Zvarritje procesi, hetim selektiv, hetim e urra politik. Nuk mund t'jetë drejtësia telekomand duart e një politikan. Se është e rrezikshme, presidenti i rrezikshëm. Ne e qartë. Faleminderit Langozi. Tani, reflektime vërtet besa sipas jush Karanja, apo siç ndodhë rëndom që pushtetet kërkojnë të mbajnë kontrollin, pra kjo lidhet me konceptin e rilindjes 2.0 sipas kryeministrit, dhe thotë transformimi fizik i vendit ka mbaruar, tani duhet transformimi i marrëdhënies mes shtetit dhe qytetarit. Tani, para se të dalim për qëllimin e kësaj, neve do bëjmë një interpretim gramatikor të fjalës besë. Pra, pse lidhet besa? Se ka pas pabesi. Pra, këtu ka pas pabesi lidhet besa, se kur të punët mirë, s'ke pse jep dhafin tjetrit. Çka tregon? Që gjithë kjo pabesi, pra kanë drejt protestuesit që protestojnë për gjithë pabesin që është bërë popullit shqiptar për 36 vjet. Pra, populli shqiptar është grabitur, kemi një sistem gjyqësor të shkatruar, janë investuar nga paratë e popullit shqiptar $400 milion të cilët janë bërë për qenefe, për me boj qef në ndërkombëtarët dhe kombëtarët, morë nga 36.000 euro në rrugë. Kemi spitalet e shkatruara. Sa do propagandë bëhet, spitalet i ke të shkatruara. Nuk ke mjekimet bazë. Kur shkon spital, duhet morësh te farmacia përballë. Ke rrugët me çmim të lartë. Ke patronazhistët në vende pune kryesore. Të provuara këto në vendime penale. Konkretisht, Daniel Shima, po marrin te Akshi, nga shofer u bë zvënës drejtor.
drejtoreshe postës në Durrës. Pra si u vën këta njerëz? Kemi drejtorin e rrugëve që është në Burg për rastin e dosjes së Ballugu, zotin Berberi. Pra kemi të gjithë personat të vendosura në vende pune që janë patronazhist, ose janë personat të cilët i ve shefi aty dhe bajnë burgun. Pra i vën bo 5 vjet burg dhe e bajnë burgun këta. Absolutisht këto gjëra duhet të ndryshojnë. Shqiptarët janë vjedhur, janë grabitur, vendet e punëve, sidomos në vende të tilla kryesore, duhen profesionist dhe jo patronazhist. Sepse këto i kanë larguar Shqipërisë, e kanë larguar gjithë shqiptarët që i kanë larguar. Pra, fakti që ka çështje penale dhe titullarët e tyre po procedohen penalisht, tregon që në vendet e punës në Shqipëri nuk vjen profesionist, po vjen hajdut. Pra, qëllimi është i shtetit është që të vjen sa më shumë hajdut që të vjedhin sa më shumë. Lidhe me procedimin penal që tha dhe zoti Dhangozi, po është e vërtet, SPAK-u duhet në mënyrë të menjëhershme të tërheq nga arshiva e Lundrës procedimi penal numër 3146 të vitit 2008, sepse përgjimet nuk janë azesuar, pavarësisht se është urdhëruar me vendim gjykate. Ti bëj transkriptet, ato po transkriptojnë skaj ECC-n që kanë besim tek të huajt, dhe kur vjen puna tek çështjet tona që janë grabit pronat, SPAK-u fle gjumë. Duhet çohet nga gjumi, shkoj ta marrë atë dosën. Nëse i ka hyrë çështjes së Zvërnesit tamam. Nëse si ka hyrë, merret me çështje jo, bleu ky para drogë bleu atje. Neve kemi prioritare vjedhjen e pasurisë të kombit shqiptar. Dhe paratë e drogës janë veprimtari e palishme, por duhet merret me kush ka grabit pronat, kush ka vjedh tokën nga pish poroja që thot Dhangozi. Çdo studio Dhangozi që ka folur, por studia juaj është që duhet përgëzuar, është ata që nuk i censuron gjërat dhe thot të vërtetën. Kush i ka grabit pronat e Bregdetit shqiptar? Është ajo dosje shkon e merri. Nëse doni me zbardh, nëse doni me bë fjalë gjëra të tjera, vazhdoni vendime nga 800 faqe që si lexo kush. Ata ka SPAK-u ndorë, domethënë e ka lehtësim procedurale për ta bërë. Çfarë lidhje ka? Është koha e kthimit të pronave, lidhet me personat që i kanë përfituar të pronave. Edhe lidhet dhe me ndryshimin e ligjit të zonave të mbrojtura, se këto janë zona të mbrojtura. Pse e bleve ti kur është zonë e mbrojtur? Pra se dihet që në një zonë mbrojtur ka qenë ligji që nuk ndërtohet. Pra kemi lobimet, mas lobimet, dhe kjo ngjarje zbarret në mënyrë të drejtpërdrejtë. Pse? E lidhen dhe kemi diskutuar edhe herë tjetër. Ligji për zonat e mbrojtura bën nga Ministria e Bujqësisë, nga Ministria e Mjedisit, nga profesionistë. Dihet që zona e mbrojtur spreket. Çuti trish i ditë bukur vere, tank i grup deputetësh ndryshon ligjin. Dhe këto na lind dyshimi që këta e morën pronën dhe një ditë bukur, prona shejona dhe nga zonë e mbrojtur kthyen në zonë ndërtimi. Pasuria të shkojë aty ku i takon. Qofse është pronë shqiptarëve, të merret pronë shqiptarëve. Mjaft më me grabitjet e pronave të shqiptarëve. Duhet të hetohet çështja dhe duhet seriozitet në hetimin. Nëse ka, nëse s'ka, le të merremi masane dhe arrestohen për llogarit të rrugës, ndërkohë që është një çështje tjetër. Çështja e Zvërnesit duhet të verifikohet dy gjëra kryesore. E para, kujt është prona, se shtetit ose e privati tjetër, kjo duhet dalë para, dhe dyta si kanë lëviz paret. Dhe duhet verifiku libri që diskutohet, ai libri Albanian's Files, që të shifet që personat që kanë bërë projektet kanë apo jo lidhje korruptive me zyrtar. Te rasti i Arben Ahmetit çështja është zbarur mjaft qartë. Te rasti i Arben Ahmetit thotë që kur ti pi kafe, shkon në hotel, të paguajnë biletat e neshjeve nga kompania përfituese, ti ke vepër penale. Atëherë verifikoni Evropën, ja ku i keni partnerët. Siç po arrestoni shqiptarët me Sky ECC që janë mush burgjet plot, thuani partnerëve ku kanë qenë këta që kanë pi kafe, se kanë qenë në Holland, Francë dhe Belgjik, në Monte Carlo. Këto janë vendet që janë takuar. Pra neve, siç jemi korrekt me ndërkombëtarët që i mushën burgjet plot me Sky ECC, duhet merremi dhe me pronat tona, sepse këto kanë lidhje në mënyrë të drejtpërdrejtë. Ç'lidhje ka projekti që duhet të hetohet në mënyrë të veçantë? Duhet diskutohet çmimi i projektit. Projektet kanë qenë me çmime të kripura. Okej? Duhet shifet këto çmime duhet të krahasohen me mënyra paralele dhe me partnerët ndërkombëtar. Siç po arrestojmë shqiptarët po llogarit të drogës, se droga shkon nga Ekuadori në Evropë, po i arrestojmë po llogarit të atyre, ne? Tash edhe ne duhet të procedojnë këta persona, këto kompani, kanë apo jo akte korruptive me zyrtarët shqiptar. Kjo është shumë e rëndësishme dhe kjo është zbarret ngjarjes. Toka, lidhjet dhe çështja e zbardhur. Sipas asaj që është diskutuar edhe nga ana e kryeministrit, shkurtimisht me Ju Karandxha pas e kaloi tek Dhangozi, domethënë shqiptarët po kërkojnë më shumë mirëqenie pasi le të themi nevojat bazike janë krijuar tashmë dhe protesta ka ardhur si rezultat i zhvillimit
të vendit. Edhe tashmë shqiptarët kërkojnë më shumë. Pra, sipas jush qëndron kjo si pretendim? Jemi në këto kushte? Është një pretendim politik, po praktikisht shqiptarët po ti shohim me drejtën ose më saktë në këndvështrimin krahasus, çfarë kanë shqiptarët? Jo, nuk është zhvillim. Nafta në Shqipëri është më e shtrenjtë se në Greqi. Greqia është vendi i Bashkimit Evropian. Rrugët në Shqipëri janë më keq se në Greqi. Shikoj, kosto është e njëjtë, këtu rrugët janë cop, atje rrugët janë shumë mirë. Çmimet e perimeve, frutave, ushqimeve janë shumë mirë më të larta, qoftë Kosovë, qoftë në Maqedoni, qoftë në Shqipëri. Karburantet janë cilësi më e dobët se sa është në vendet e tjera. Çka tregon që këtu nuk protestohet vetëm për këtë, po protestohet sepse ne po jemi para një situate që çmimet janë të larta, pra nuk është se po protestojmë nga luksi. Këtu po bëhet jetesa e pamjaftueshme dhe me rrogën që siguron ti nuk mund të hash bukë, s'mund të jetosh në Shqipëri. Prandaj nuk është kaq që është më e gjerë. Pra nuk është se po protestojnë nga luksi, absolutisht jo, ose ka arrit një stat. Shqiptarët shqyqy që u ngritën, sepse ne në për studie kemi diskutuar, kemi kap shumë probleme, siç po i grem dhe tash, është ngritje dhe është pozitive. Janë shkaqe tjera, janë shkaqe ekonomike, zbrazja e vendit dhe Shqipëria po shpërbëhet. Me ecë me këtë trend, nga 2018 që është marrë pushtetin nga Edi Rama sot, dhe mas 10 vjetësh i bi që Shqipëria të gjetet 900.000. Edhe do vi një ditë që shqiptarët do jenë minoritet se do ketë huaj me këtë trend. Pra po ecim me këtë trend, që po ikën, po largohen shqiptarët nga Shqipëria, ne do ngelen shqiptarët, do ngelen minoritet. E kuptoj, faleminderit Karandxha. Sipas jush, Langozi, jemi përballë kësaj që unë i bëra dhe pyetje në Karandxhës, kuptimi që ka një lloj, le të themi, mirëqenie Shqipëria dhe po proteston për më shumë mirëqenie, pra si thua, kam një Benz të 2020-s dhe dua të marr një të 2025-s apo 2026-s, dhe atë përputhet riformulimi politik besa, pra si një pasqyrë reflektimi i këtyre 2 muajve nga deklarimet fillestare në raport me protestën që ka shërbimet tuaja, agjentë terroriste tjera me radhë? Që ta analizojmë. Qofse ne do kemi mirëqenie, atëherë lind pyetja, sa është minimumi jetik në Shqipëri? A kemi një ligj ne që të kemi një minimum jetik? Jo. Sa është ndihma ekonomike në Shqipëri? A kemi? Është 10, 15.000 lekë, 20.000 lekë vjetra. A që është ndihma ekonomike? Pra kjo është mirëqenia, ka që vlerëson ky që kemi mirëqenie. Sa është pensioni një kooperativist? 8-10.000 lekë vjetra. A mundet një pensionist jetoj me 8-10.000 lekë? Sa është qeraja në Tiranë? Është 1.000 euro. 500 euro është minimumi shtëpia në periferi. Atëherë, sa është rroga? A i del një personi të një rrogë, një familje të ketë marrë një pagë për një qera? Jo. Sa është një banesë që ta blej një qytetar në Shqipëri? 150.000 euro. Do të punoj 2 jetë të blej një shtëpi një qytetar. Kjo është mirëqenia që është rritur. Pra njerëz për këto protestojnë. Protestojnë për ilaçet, protestojnë për spitalet. Mirëqenie më po shikoja Osman Stafën para se të vija këtu, edhe thoshte që s'ka skaner spitali, s'ka grafi, është prishur ajo pajisja që dëmton gurët në veshka, që i pastron. Pra ne s'kemi spitale më. Ne që këtu do të fillojmë në të spitalet. A ka spitale Shqipëria që të kemi mirëqenie ne? A ka shtretë Shqipëria që të kemi mirëqenie? A janë zbatuar kontratat në shëndetësi, në infrastrukture, kudo? Po normal më mirëqenie thotë ai. Mirëqenie sepse Belinda Balluku ikën me Benz 500.000 euro drejt llogaras dhe bën make-up në bas në makinë se është shumë e zënë me punë. Edhe nga ana tjetër kryeministri i Shqipërisë ka mirëqenie sepse ikën me eskort çdo ditë në Surrel. Dhe normalisht kishte edhe kompani avionësh privat, Air Albania. E përdorte vetëm kryeministri. Kishte edhe ka dhe 2 satelitë që nuk e dim se ku janë. Që janë glabëruar fondet. Po normal në mirëqenie do ketë ai, sa i s'di ku ka lekë. Ndërkohë ajo nëna me atë fëmijën atje shkon edhe s'disi të shty muaj.
Nuk ka lek për paguar energjinë ajo. Edhe ky na pas ka mirëqenia, në shtritur mirëqenia. Ç'mirëqenia mor, kur kemi popullsia jon janë pensionistët më shumë se sa të rinë në Shqipëri dhe të gjithë e dim që pensionet janë shumë minimale. Kemi prindër më. Ne kemi prindër, ne shkojmë çdo gjë bëjmë me pagesë, çdo vizitë me pagesë, çdo analizë bëjmë me pagesë, kontribojmë ne sepse ata me pensionin e vet nuk ju del as për kafe, jo më për ilaçe. Ç'mirëqenie kemi ne këtu, pse nuk e dim ne s'kemi të afërm tanë ne që t'jenë Itali, t'jenë Greqi, mënyrën si jetojnë, si janë shërbimet atje. Ne dim shumë mirë si funksionojnë mekanizmat shtetëror në një vend të Bashkimit Evropian. Ç'mirëqenie do kemi ne kur s'kemi infrastrukturë, ne s'kemi trena. Jemi vetëm vend në Europë që s'kemi tren në Shqipëri. Do kemi ne mirëqenie kur nafta është 2000 ca lekë, edhe nëse marrim as sasi as cilësi. Pra kjo është ajo që na tregon ai mirëqenie. Normal mos ai jeton në luks, në zullum, aty nuk i bën përshtypje ajo nëna, ai kujton sikur ai është duke u tallur apo i ka marrë disa se i ka të gjitha hallet e zgjidhura se ka zgjidhur ky, edhe atë kanë përdorur se ai s'merr vesh, pra këto dy janë arsyet. Nuk e di ai që ajo s'ka bukë në darkë për të jetuar, për t'i dhënë fëmijës vet. E qartë. Mirë. Me sa duket këto janë gjithë diskutimet cilat dalin si refleksione mbi atë se çfarë ka prodhuar kjo protestë e cila zhvillohet tashmë prej 2 muajsh, që sigurisht ndoshta me një tjetër narrativ kundërshtimi nga ana e qeverisë në nisje të kësaj proteste, edhe me një tjetër narrativ tashmë nga ana e qeverisë pikërisht mbi pika të dala si kërkesa të drejta nga ana e protestuesve, të cilët qëndrojnë poshtë zyrës së kryeministrit prej afro 2 muajsh. Tashmë, se çfarë do të prodhoj Besa? A do ja japin shqiptarët besën Ramës apo qeveria besën shqiptarëve? Kjo është një pikë pyetje dhe ndoshta mbetet për t'u parë dhe analizuar se çfarë realisht do thot Besa në mandatin e 4 qeverisës në raport me gjithë shqiptarët. Unë do doja të ndaleshim tek një tjetër çështje, e cila u zhvillua një ditë më parë dhe bëhet fjalë për një kërkesë të kryebashkiakut Erion Veliaj të depozituar në gjykatën administrative kundër emërimit të prokurorit që po heton çështjen ndaj tij, Olës Dados. Veliaj e ka cilësuar nëpërmjet mbrojtjes së tij si palë paditëse emërimin e Dados si të palishëm në vitin 2008. Megjithatë, gjykata një ditë më parë, pra gjykata administrative, vendosi që të mos e marrë fare në shqyrtim këtë çështje me pretendimin që Veliaj ka interes të tërthort dhe nuk ka interes të drejt për drejt përsa i përket emërimit të Dados, ndërsa Bashkia e Tiranë nuk ka interes fare. Kalojmë me signë regjie dhe rikthehemi për diskutim. Mirë, për kuptuar më shumë, Karanxha, ju kam përshtypjen keni qenë edhe kërkues për qenë palë në këtë proces, si shoqata media dhe drejtësi. Tani, çfarë ndodhi? Përse erdhi ky vendim? Përse gjykata nuk vendosi fare që të shqyrtoj le të themi objektin e kësaj çështje, por vendosi të mos e shqyrtoj fare këtë kërkesë? Gjykata, siç është edhe publike, tashmë se gjyqi ishte dje, tha vetë Veliaj tha ka interes të tërthort, jo të drejt për drejt. Pra, për të ngritur një paditë duhet të jetë interes i drejt për drejt. Për shembull, shoqata që marrin pjesë unë dhe zoti Llangozi. Po, jeni të dy pjesë. Jemi të dy, janë dhe shumë gazetar dhe antar të medias, ka dhe jurist. Ne legjitimohemi, pra ne kemi legitimim, sepse objekti i shoqatës sonë është mbarvajtja e reformës drejtësi, zgjedhshmëria e këtyre e personave, efektiviteti. Pra ne mbrojmë publikun. Pra sepse emrimi i një prokurori nuk është prokurori privat ose gjyqtari, është publik. Pra dhe ne jemi në mbrojtje të publikut. Tani në lidhje me Erion Velin, gjykata tha duke qenë sepse ka interes të tërthort, jo të drejt për drejt, vendosi që të mos e pranoj, domethënë padinë, nuk e hyri fare, pra qynë seancë paraprake. Në lidhje me ne, se ishim si palë, se ne kemi legitimitet. Duke qenë ju jeni futur me një proces që nuk është më, sepse kryesori ishte, ne jemi ndërhyrës kryesor, por paditësi ishte Erion Veliaj. Neve deshëm të merrim pjesë, sepse përfaqësojmë besimin e publikut. Duhet ta di
blinë që ka ndodhur në 2010 si është emëruar Zlata. Ne jemi të interesuar si shoqat dhe duke qenë para kësaj situate, tha juve nuk mund të futen në një proces që s'ka, sepse neve do futesh te kur janë dy palë. Dhe kjo ishte shkaku që ne nuk mund të futesh në një proces ku s'ka gjyq. Gjyqi i ra, kështu që mund ta bëjmë pa dinë në mënyrë të pavarur, kjo është gjë tjetër. Tani në lidhje me shkakun, Erion Velie bëri kërkesë, ka bërë dhe Këshilli i Lartë të Prokurorisë, që Olzdato nuk i plotëson kriteret për të qenë prokuror. Kur është zgjedhur prokuror Olzdato ka pasur pretendimet, vjetërsia në punë, ligji ka qenë i përcaktuar në mënyrë të qartë, dhe kjo ngrit nga ana Erion Velis. Urzu nga gjykata, urzu nga KLP-ja. Tani problemi kush është? Sepse edhe ne si shoqat kemi gjë personale me Olzdaton. Absolutisht, edhe me ato që e kanë zgjedhur, as me Pamir Topin, as me Ina Ramën që e kanë zgjedhur, absolutisht jo. Neve konstatojmë një diçka, që kush do i kontrolloj këto organe? Pra ti ky shqyrto, pra do marri qoftë Velie, qoftë marri një vendim, sepse gjykata e krijuar me ligj është detyrim konvencional nga neni 6 i Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut dhe vendimet të gjykatës së Strasburgut. Theksoj andi, është shumë e rëndësishme, një gjyqtar dhe një prokuror janë kthyer nga gjykata e Strasburgut, janë kthyer në detyrë prokurori Besnik Cani që i ka shfuqizuar dhe Izet Kadana gjyqtar, sepse nuk ka qenë gjykatë e krijuar me ligj antarët e vetingut, pra këta nuk kanë respektuar kushtet ligjore. Pra shumë e rëndësishme, një prokuror dhe gjyqtar funksionojnë pas ligjit. Kush do t'i kontrollojë këta? Konstatohet që nuk ka asnjë lloj kontrolli, asnjë lloj gjë. Thjesht janë të caktuar dhe ti të vish shkollë. Por kur SPAK-u merret me të tjerët ose organet e tjera, si ti a duhet të jesh në rregull apo jo, se ti po shikon virgjërinë e të tjerëve. Tash s'do shohësh të vetë, se kështu është tash. Një doktor që shkon hyn në operacion, duhet jetë i pastër vetë që shkon bën operacion te tjetri, duhet jetë i sterilizuar. Kur ti je me mikrobe, shkosh te tjetri, atëherë që këtu duhet transparencë, duhet edhe një kontroll. Ora je apo jo në rregull, nuk e paragjykojmë. Dhe ne si shoqat kemi pretendimin. Është gjykata dhe ne sot vendimi e gjykatës dishëm nuk s'kemi thënë asnjë lloj si shoqat në një pretendim që të qoftë fym gjyqtare se vendimi i gjykatës. Mjeti juridik është shkosh në një gjykatë më të lartë. Por të mbrojtja Velie ka thënë që do ta apelojnë. Po ta apelojnë, por tash e zemse dhe apeli thotë nuk legjitimosh. Pra këtu kemi sistemin e ri, se ky ishte sistemi i vjetër. Transparencë, ti s'ke transparencë fare. Kur e bën gjën ti squartë, ti shef vetëm tjetrin. Por a do shohësh dhe veten tate, pra a është e pastër, a plotëson kriteret apo jo? Sepse te SPAK-u, po të kemi parasysh, janë 3 vende që u diskutuan, që u bë konkurrimi. Dhe para disa ditësh gjykata e lartë ktheu në KLP konkurrimi midis Bledar Maksutit dhe Ndini Tavanit. Pra këta dy konkurrojnë me njëri tjetrin. Ndërkohë që Olzdato është i pari plotëson kriteret fare. Kupton se çfarë bëhet këtu? Pra këta zihen për 0,2 pikë, kurse ky i pari që ky është 0, kupton se çfarë ndodh. Pra tash ti, nëse ka pavlefshmërinë emërimin e Dados, do duhet ta shikoj gjykata që e kuptoj. Filtr, ti si KLP dhe ti si SPAK, nuk i ke pa këto letra? Nuk e shef ti që s'ka marrë shkollën e magjistraturës, është të thjeshtë. Në sistem janë dhe ata që s'kan marrë shkollën e magjistraturës, po janë kriteret tjera. Neni 18 i ligjit kohës, neni 18 ne përcaktojnë. Pavarësisht se s'ke marrë, kur ka nevoja pune, nuk i plotëson shkolla, duhet ke vjetërsinë si oficer policie gjyqësore ose jurist pranë institucioneve qendrore të shtetit, si asnjë atje si e ke zgjedh. Pra këtë ti duhet ta shohësh, çka ndërkohë nuk funksionon as organet e vetingut. Dhe kush është dhe më e fortë, dhe në kuptimin që Valbona Sanxhaktari, antare e vetingut që ka kaluar Olzdaton, ka ngel avokatin e Olzdatos, sot që ai që mbron Olzdaton e ka ngel kjo Sanxhaktari. Dhe avokati Olzdato, për mua, për mendimin tim, ka qenë një gjyqtar i nderuar dhe i respektuar, shumë njeri i mirë, por shkarkuar nga Sanxhaktari, pra i ka dalë në pakicë, është një diçka e tillë. I ka dalë. Tani ky është me magjistraturë, ti e ke të kërkuar, sepse këtu është bërë gjueti shtrikash. O do ta heqësh tjetër s'ka. Ky që është bosh fare, ky ti kaloti. Këne i kalon lopa, dhije, gjithë kurse ti kapesh me 1 milingon me këtë. Po ky është magjistrat më. Ai që mbron sot Olzdaton gjyq është magjistrat. Pra e njëjti ky me magjistraturë ka ngel, kurse ky që s'është fare bosh. Dhe e qesh për kush është? Këta dy zihen për vend e treta. Ky vend i parë, ky është 0. Pra duhet hapi gjithë procesi. Duhet hapi dhe të themi se duhet të jemi në bazë ligjit. Kjo është transparenca. Ndoshta e kemi ne gabim, ore, na tregu dhe ndjen gjyq, ore, na tregu shkollën e magjistraturës, e ke marrë shkollën.
Se ndoshta jemi gabim të fërkojmë sy, ndoshta nuk e kemi pa. Por si vije ashtu? Me qartë. Kjo mbetet sigurisht, kjo mbetet sepse ka një vendim gjykate dhe ne nuk mund të bëjmë gjykatësin në këtë studio, përkundrazi, por jemi detyruar të trajtojmë aspektet ligjore, mënyrën se si funksionon sistemi i drejtësisë dhe të gjitha me radhë sigurisht brenda kornizave morale, etike, ligjore, që do duhet i respektojmë nga e para tek e fundit. Çështja mbetet pa përgjigje Langozi apo jo? Çështja ngeli pa përgjigje, por unë vlerësoj që gjyqtari ka qenë edhe nën presion që ka dhënë atë vendim, për arsye sepse pak kohë më parë ne kemi parë që kryeministri ka bërë dhe presion gjyqtarit që gjykonte çështjen, duke nxjerrë në rrjetet sociale, duke etiketuar si gjyqtar problematik etj etj. Dhe vlerësoj që frika që gjyqtari ka pasur nga kryeministri e ka reflektuar dhe në vendimarrje, sepse ne mos harrojmë se të gjithë e dinë që pa bekimin e kryeministrit nuk është futur Erion Velia në burg. Pra ne dim shumë mirë që kryeministri ka miratuar në heshtje arrestimin e Erion Veliait. Dhe nga ana tjetër, jo pa qëllim, gjyqtari është shantazhuar nga kryeministri. Është shantazhuar që të mos gjykohet kjo çështje për arsye sepse nuk i intereson Erion Veliait të dali nga burgu, sepse do ketë një kundërshti shumë të fortë në politikë në Partinë Socialiste. Dhe unë vlerësoj që edhe kjo ka qenë një pjesë që gjyqtari nuk ka qenë komod në gjykimin e kësaj çështje, sepse ka qenë një presion politik. Me lejoni pyetje procedurale? Po. Në rast sepse ne kemi përballjen e Veliait në raport me spak nga ata akuzë që kanë ngritur. Në rast se në një moment caktuar, po marrim rastin që do të kemi një pavlefshmëri të emërimit, po qoftë Altin Dumani, qoftë Olz Dados, kush do të mund të ishte prokurori, pa që mos duket sikur kapemi me emra, që ka hetuar Veliait, në rast se do të kishte një pavlefshmëri emërimi, arrëzohet si dosje hetimore ajo ndaj Veliait? Patjetër, sepse janë kryer nga një person që nuk plotëson kriteret. Dhe normalisht çdo akt do të konsiderohej pavlefshëm. Unë mendoj që kjo ditë do gjykohet. Do gjykohet, po ndoshta nuk do gjykohet nga gjykatat tona, po do gjykohet nga gjykata e Strasburgut, sepse pretendimet nuk do ngrihen vetëm në gjykatën administrative, por mendoj se unë nuk e kam ident, janë ngritur edhe në gjykatën penale. Gjë që gjykata e Strasburgut padyshim do ta konstatojë, mendoj, nëse çështja do shkojë atje. Dhe kjo është që lind pyetja, Erion Veliaj është duke u mbrojtur apo është duke u hetuar për qëllime personale. Pra, sepse nëse kjo do dali që do kemi një pavlefshmëri të tillë për shkak për mos përmbushjes kritereve të prokurorit të çështje, atëherë unë vlerësoj se Erion Veliaj është duke u mbrojtur. E qartë. Mirë, atëre do duhet ta presim deri në fund se si do shkojë kjo histori. Sigurisht ka një vendim gjykate. Për gjyqtarin është pozitiv sepse është një ndër gjyqtarët më dinjitoz në gjykatën administrative. Do shikojmë dhe arsyetimin, që vlerësoj që do jetë shumë i qartë edhe arsyeja pse e ka rrëzuar. Që vlerësoj se nuk është ai i tha shkurtimisht vendimin. Më vonë do dali dhe vendimi i arsyetuar që do njihen edhe mediat. Perfekt, sigurisht, ne presim për qenë korrekt në të gjitha, presim edhe vendimin. Karanja, pa përmbyllur këtë çështje? Siç tha dhe zoti Dhangozi, unë kam qenë vetë në gjyq, sepse kam qenë i autorizuar nga kryetari i shoqatës me përfaqësuar këtë çështje në gjyq. Gjyqtari ka qenë korrekt, e ka menaxhuar me korrektësi procesin, ka marrë një vendim i cili presim arsyetimin e vendimit. Ne kemi paraqitur prova, domethënë ne nuk është se na ka delegitimuar, thash edhe një herë, ne hym në një proces tjetër, ka pasur gjyqi debate, sepse ndërhyri, siç jeni në djenin, ndërhyri edhe një ish prokurori Tom Deda në proces, i cili u fut në këtë proces, kishte pretendimet e tij, sepse kur është emëruar Olz Dada, jo më heqën dhe është vënë Olzi, dhe me qëllim sepse prokuroria ka pasur një numër caktuar prokurorësh dhe s'mund të futesh prokuror kur s'kishte vende. Dhe është gjetur mekanizmi që janë hequr disa prokurorë duke përfshirë tonat dhe unë u hoqa tha në kundërshtim me ligjen se ka fituar me vendim gjykate tha dhe kanë bërë dhe kauzim penal. Dhe ky pretendim është se ishte ndërhyrës kryesor në padinën që e kishin bërë dikush tjetër. Ky është rrëzuar nga gjykata. Ne kemi palët që kanë drejt takimit të veçantë, kurse Erion Veliaj ka 15 ditë, është çështje. Ka 15 ditë kohë për ta apeluar, pra. Ka 15 ditë për ta apeluar. Pra, kemi parë një proces korrekt, pra menaxhimi me korrektësi, qoftë me media, sot diskutimi kush është se ta diskutojmë se jemi media dhe drejtësi. Pra mbrojt drejtësia, por mbrojt edhe media.
Gjithë diskutimi sot, ande që ta bëjmë dhe diskutim dhe me zotin Dhangozi, kemi një vendim të kolegjës që shifet rast pas rasti. A duhet tjetë media në sa u gjyqit? Pra, tjetë media, çfarë thuhet aty, ta marrin vesh gjithë. Siç kanë qenë gjyqjet më përpara, se kjo gjë ka 45-ët. Kanë qenë gjyqjet, ore të marrin vesh populli se çano. Gjyqjet hapura. Sot është një praktikë që vetëm shpallja e vendimit dhe hyrja e gjyqjet bëhet me media. Menaxhimi i seancës pra që nuk bëhet. Unë mendoj, ta them nga vetja, domethënë, duke qenë se i përfaqëson dhe shoqat media dhe drejtësie, gjyqjet të caktuara, jo të gjithë gjyqjet, që kanë vlefshmëri për publikun dhe ka interes, pse jo t'jenë publike, si që ishte rasti i vrasjes së Majdarit, ne pam live e shifshin, këtu e më 99-ën, në 2000 këtu e 25 vjetë para. Pse të mos jenë gjyqjet dhe gjyqje Erion Velis, ose gjyqje tjera, duhet dëshu praktika, se është praktike këllëgjës kjo. Pra duhet dëshuar rregullore e këllëgjës, që t'jenë gjyqjet hapura. Kur ka bon njëri, po më ka, pra edhe pavarësisht se vendimin e jep gjykatat, bëhet dhe i vlerësim publik. Ore, ka drejt ky apo ka drejt ky? Patjetër. Se çfarë provash ka demokracia është funksionon me transparencë. Dhe mendoj që në disa raste, pra domethënë jo gjithë rastet, me përjashtim të rasteve ligjore, ke raste të gjyqjeve mbydhur të mbyllura, kur ke probleme, çështje lidhe të cënon të drejtat dhe interesat e personave të mitur, kur ke sekrete shtetërore ose çdo rast tjetër që gjykata e çmon për shkak të intimidimit dëshmitarëve apo dëmtimit prova. Këto janë raste që e parashikon eni 340 i Kodit Procedurës Penale ose Kodit Procedurës Civile. Por transparenca çka ka? Vetë kamera, nëse ja kemi fut kod, vija i thot, po, ky ka drejt, siç bën gjyqjet e hapura, s'ka asnjë të keqe. Për mendimin tim, kamera në disa raste duhet procedohet me kamerë. Ky gjyq, edhe gjyqet tjera të paktën për sa i përket le të themi, ky është mendim krejt personale që ka edhe figura publike, të cilat janë le të themi hetime të cilat rrjedhin nga drejtësia e re, patjetër pse mos t'i dëgjojë edhe publiku se çfarë si bëhet një gjyq, si zhvillohet, cilat janë provat, cilat nuk janë, edhe në fund fare sigurisht të merret vendimi. Unë kam dhe një çështje të fundit që doja ta diskutoja me Langozin dhe me Karanxhën, sigurisht bëhet fjalë për hetimin e SPAK në raport me dosjen Aruba, kështu e kemi titulluar pra në media të dosja Aruba, dhe që sigurisht lidhet me dhënien e lejeve të ndërtimit për kulla, le të themi për çështjen e Zvërnecit e të tjera, me radhë për pastrimin e parave, cilat SPAK ka ngritur shqetësim madhor në sensin dhe në kuptimin që dëmton rënd ekonominë shqiptare. Unë do doja të dëgjonim edhe një insert pasi duket se zhvillime ka pasur një lloj intensifikimi që quhet ndryshe të veprimeve hetimore. Agjent Byros Kombëtar të Hetimit ka informacione që kanë shkuar edhe në zyrën e Këshillit Kombëtar të Territorit, kanë marrë edhe dosje dhe leje të dhëna, ndoshta për të bërë një ballafaqim të gjithë historikut. Ne dëgjojmë insertin dhe rikthehemi të diskutojmë. Hetimet për dosjen e njohur si Aruba mësuese po thellohen. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në koordinim me Byron Kombëtare të Hetimit kanë shtuar intensitetin e punës hetimore rreth një grupi të dyshuar për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash nëpërmjet investimeve në territorin shqiptar. Me autorizim të gjykatës posaçme, hetuesit kanë kryer kontrolle në zyrat e Këshillit Kombëtar të Territorit KKT, ku janë sekuestruar 10 praktika dokumentare të lidhura me shoqërinë në hetim. Sipas burimeve, mes dokumentacionit të sekuestruar, gjenden dosje lejesh, ndërtimi për kullat, komplekse turistike dhe projekte të regjistruara si investime strategjike. Në qendër të dyshimeve të SPAK-ut janë disa emra biznesmenësh: Artur Sheu, Artur Koçeku i njohur si Luciano, Alfredo Amzaj, Ilir Shtufi, Orest Sota dhe Orgjes Birçaj, të cilët sipas hetuesve dyshohet se kanë kanalizuar fitime nga aktivitetet kriminale drejt sektorit të ndërtimit, turizmit dhe bizneseve të tjera në përpjekje për t'i pastruar këto para. Sipas informacioneve, projektet e ndërtimit përfshira në dosjet e sekuestruara shtrihen në disa nga zonat më të lakmuara të vendit: Palasa, Gjirilazit, Vlora, Tirana dhe pjesë të tjera të Bregdetit shqiptar. Por si u zhvillua çështja deri këtu? Në qershor, SPAK vendosi masa sigurie ndaj një grupi biznesmenësh të dyshuar për pastrim parash të ardhur nga trafiku i drogës nga Amerika Latine, të kanalizuara përmes ndërtimeve shqiptare. Operacioni erdhi si rezultat i bashkëpunimit mes disa vendeve evropiane, kryesisht Britaninë, Spanjën dhe Belgjikën, nga ku vinin informacionet fillestare. Goditja synoi rrjetet e drejtuara nga Koçeku dhe Amzaj, të dyshuar për shpërndarje kokaine në shkallë kontinentale, ndërsa fitimet sipas akuzës
kaloni për du pastruar në Shqipëri nëpërmjet bashkëpunimit me Sheun, Shtufin, Birçan dhe Sodën. Sipas vendimit voluminos të gjykatës posaçme, dosja hetimore niset nga takimet të dokumentuara mes personave të përfshirë në trafikun e drogës në qytete si Antwerpi, në Belgjik, në Majorka, Spanjë, deri tek takimi më i diskutuar prej të gjithëve, ai zhvilluar në ishullin e Arubës, në Antillet Holandeze. Këto takime të zhvilluara mes viteve 2018 dhe 2021, sipas SPAK, kishin në fokus kryesisht veprimtarinë e trafikut të narkotikëve, por sipas hetuesve, u diskutuan aty edhe investimet në Shqipëri. E lidhur pikërisht me takimin në Aruba, prokuroria e posaçme SPAK zyrtarisht ka pranuar që aty kanë qenë të përfshirë dhe zyrtar të lartë shtetëror, por deri tani emrat e tyre kanë mbetur anonim. Mirë, kjo ishte le të themi inserti një paraqitje publike asaj se çfarë ka ndodhur. Karanja, po e vazhdoj me ju bisedën, duke qenë si ish prokuror ju njihni veprimet procedurale që kryen për të hetuar një çështje. Janë veprime të cilat priteshin të ndodhin, që të shkonin tek Këshilli Kombëtar i Territorit, që sigurisht drejtohet nga kryeministri, këtë do duhet ta themi për të marrë sekuestrimin, pra për të marrë dosje. Çfarë ballafaqohet në fund, çfarë shikohet? Në rastin konkret, po hetohet nëse ka apo jo element në ndonjë vepre penale. Pra dosja është pa autor. Pra po hetohet fakti. Kemi një libër i cili duhet shikohet lidhje me zvërnecin. Çfarë projektesh parashikohen në këtë libër? Por për mendimin tim, siç e thash edhe më parë, duhet shikohet çmimi i çdo projekti. Kush studio e ka bërë. Pra kjo është shumë e rëndësishme. Se ti ke bërë një projekt, do të thonë që bën këtë projekt duhen pa çmimet, po. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po mund ta bëj kafë si BKH edhe SPAK ta bëjnë këtë arrim dot. Tani, e thash dhe më parë, këta apo merren me Sky ECC që po fusin shqiptarët se po shko droga nga Ekuadori dhe nga Amerika Latine, po shko në Evropë, po të merren me këtë rast. Partnerët duhet na afrojnë, sepse ky është parimi reciprocitetit. Jo vetëm të fusim shqiptarët në burg, po edhe ata të korruptuarit nëse ka, pa i paraqyruar se mund të jenë studio të nderuara, po duhet hetohen edhe ata, sepse po del te një libër që po diskutohet, ata duhet studiet, duhet na japin të gjitha lvizjet e tyre. Nëse ka pasur kontakte, janë paguar hotele se do hetohet. Ka lidhje projekti me akte korruptive, se është praktike bërë nga SPAK-u. Dhe referoj të rasti i Arben Amede. Është proceduar sepse shkoj në hotel. Janë paguar shërbimet. Dhe shumë e rëndësishme këtu. Ky është libri, duhet prona. Është vjedhur prona apo jo? Qytetarët shqiptar duhen i përgjigje. Nga Pishpëroja deri në Zvërnec është vjedhur prona e kombit shqiptar. Se me vërtet po investojnë paratë e drogës që po vinë nga jashtë. Po pasuria e shqiptarëve, djerës e shqiptarëve në vite. Pas kemi qenë shumë të pasur dhe se kemi ditë. Ky popull ky vend pas ka qenë i pasur dhe vite çdo ditë. A është vjedh apo jo prona? Se këto probleme ekzistojnë, nuk kam përshtypjen që janë të dy probleme që shkojnë paralelisht, qoftë edhe çështja pronës, qoftë edhe dëmtimi i ekonomisë. E para është prona, Andi. Është grabitur pasuria e shqiptarëve dhe e dyta kjo. Cënimi i ekonomisë është gjë tjetër. Pra, prioriteti ne do merremi me grabitjen e parave të pronave të shqiptarëve. Ata që kanë futur durët te buxheti i shtetit, ata që bëjnë tendera fiktiv, ata që i marrin lekët me qese, ashtu i kanë marrë. Se sot ke kamera, po ka 36 vjet që lekët merren me thasë zi. Sot ka dalë qeset plastike, më parë kanë qenë ato thasët prej lecke. Kanë qenë me thasë lecke ose me fije, ato thasë të miellit. Pra ka vite që grabitet këtë, dhe këtu duhet të jetë zgjidhje. Është vjedh prona apo jo? Dhe është shumë e rëndësishme. Devijimi me parat e drogës mund, do të thonë, thash, unë jam pro para drogës, unë jemi për konkurrencë ndershme, çdo person të shumë, por prioritare është vjedhja e pasurisë. Kjo do të thonë këtu ngjet Skarkaleci, te vjedhja e pasurisë. Dhe është për tu vlerësuar, domethënë, kryeministri vet kohët e fundit ka dalë dhe në terren, pra nëpër objekte të ndryshme, ka shkuar në Durrës, ka shkuar në Kavaj, zonat aty për të parë këto projekte i kanë mbështetur në Theth, pra edhe në Theth, pra ka kapur një zonë të caktuar që folën dhe për Besën më parë që këto, por duhet jemi unë personalisht ka mendimin çdo gjë tjetër formalizuar. Ç'kuptojmë me formalizim? Me formalizim kuptojmë që i thritën për zgjedhje ato banorët e Thethit e ne parë ta bonin dhe janë shemën. Pa shkrim, po se pa letra, që të kesh me letër, me leje çdo gjë, mos bëhet sepse na vjen shumë keq, sepse në Shqipëri është bërë si trend për 35 vjet. U hodhën 1 miliard euro në lan, 1 miliard euro janë edhe 2 miliardë mos më shumë, u shem prap.
Po ti si shtet ku je, pse le të bën? Dhe shumë zona tjera, jo do bëhet rrugë, po ti pse le? Ata janë njerëz cilët kanë investuar kështu, e kanë menduar, ti si shtet duhet t'i drejtosh. Pra, shteti është një mos funksionim total, në fundin fundit çemë dhe e ka ai fajin, se por shumë e thjesht, për këtë palishpëri kush ka? Pra janë një sër zinxhirësh që ndodhin dhe ngelet e pika fundore, ngelet atij që i kapet në dorë. Kupton? Po nuk është ai që është ka në dorë. Nuk ka funksionuar shteti dhe me drejt dalin te protesta. Çfarë të bëj prap shpinë të mashemin, nuk e ama atë tekaj. E bota t'ia shemin prap. Kështu që duhet prezë çik, duhet diçka tjetër formalizuar dhe mbas ligjit. E qartë, faleminderit Karanja. Langozi, sekuestrimi ose marrja e dosjeve nga zyra e Këshillit Kombëtar të Territorit, çfarë mund të prodhoj si histori deri në fund? Po, asgjë nuk do prodhoj, unë vlerësoj që prokuroria e posaçme do vijoj atë mbrojtjen selektive që i bën pushtetit, sepse nëse do kishim sekuestro me qëllim se sekuestrimi i një dokumenti bëhet apo i dosje bëhet në moment që shikohet një parregullsi që është bërë në atë dosje, dhe nëse do kishte parregullsi, kush i ka dhënë këto leje? I ka dhënë kryeministri. Ja, kjo është ajo që unë e kam thënë shpeshherë. Pse nuk hetohet kryeministri për këto leje që ka dhënë? A është hetuar për një leje? Sa vite po bën spaku që është në këtë po mbush 9 vite. Po mbaroj mandati. Dhe ne nuk kemi parë të hetohet një leje ndërtimi për personin kush e ka dhënë. Është dënuar vetëm Vangjur Dako për një leje që kishte dhënë kundërshtim me ligj. Askush tjetër. Pa ashtë rregullta që janë këto leje, këto projektet, ne kemi projekte të cilat janë thjesht imagjinare. Është bërë puna, pastaj është bërë projekti. Janë bërë dokumentat vetëm fiktive për të qenë dosje. Pra ne kemi një trinom të lidhur tashmë. Kemi lidhjen e prokurorisë, të pushtetit dhe të krimit. Ne kemi krimin organizuar që zgjedh dhe vendos deputet, zgjedh dhe vendos ministra, vendos drejtor policisht, dhe ne nuk mund të presim që ne do kemi një prokuror se vajti sekuestroi një leje dhe çfarë, asgjë s'do bëhet. Pra, nga jo informacioni se ku ka rritur shteti jon, nga informacion që unë kam që meriton verifikim, rezulton që kryeministri në një ceremoni që ka qenë në Durrës, ka shkuar dhe ka drekuar me ergysa gasin pas ceremonisë. Dhe i ruajtur nga shefi i komisariatit. Dhe nga Garda e Republikës. Ja, pra kjo është ai shteti jon që është i lidhur me krimin, që ne vem ulemi këm kryq në Aruba. E del gjiknuri thotë, jo po gjyq, po vazhdo. Nuk ka problem, po prokuroria e posaçme duhet t'i japi shpjegim se ka shkruar një fjali atje, thotë që ka qenë përfaqësues qeverisë shqiptare në Aruba. Po kush ka qenë? Pse nuk e jep? Pse nuk e jetohet? Ku janë to shefa që se jetojnë? Pse ul kryeministri në drek me agasin kur ka qenë person kërkim? Në vend të arrestohet, drekon me kryeministrin. A kupton ku jemi? Ka marrë fund vendi jonë me këtë kryeministër që përdor njerëz të varfër për propagandë dhe ulet këm kryq me krimin organizuar, ka marrë fund Shqipëria. Dhe nëse Europa është kjo që na serviret që ne me demek po ecim para që ne shkojmë çdo ditë del na shtëpia del gjallë dhe se di kthehesh apo jo, sepse ke burim aksidente çdo kohë, kemi rrugë që janë vrastare. Dhe ne nuk e dim, ne nuk është kjo Europa. Ne kemi qenë, ne dim shumë mirë si funksionon edhe si menaxhohet një sistem shtetëror në Europë. E nëse sistemi shtetëror është si në Shqipëri, atëherë nuk e di. E nëse se pash këtë gafën që bëri, nuk e di, domethënë, a e besojmë me vërtet njerëzit. Doni thanë që ne do bëjmë diellën që të luftoj korrupsionin në Gjermani. A është delir apo është mashtrim, se nuk e kuptoj këtë gjë. Qa lloj shteti kemi më, qa lloj shteti. Vesh t'ja përshmend një shteti gjerman për mënyrën se si do luftoj korrupsionin me diellën e kryeministit që ka bler 500 euro në internet edhe ka bërë tenderin 500 milion euro. Ne e qartë. Mirë. Mersi. Arben Langozi, unë të falenderoj shumë që pata sonte pjesë të skenkrimi, sigurisht vlerësoj gjithnjë faktin që ju ndani informacione, qoftë dhe informacione sensitive të natyrave të ndryshme, ju keni dhe kurajun dhe guximin që në çdo dalje publike
i thoni këto dhe sigurisht përballeni si në raste të caktuara sepse ju keni bërë deklarime Ne kemi detyrë dhe unë dhe ju të sensibilizojmë publikun, të kërkojmë llogari institucioneve që pse nuk janë transparent dhe hetimi i mëtejshëm nuk na përket ne, i përket institucioneve, i përket prokurisë posaçme që duhet thoj kush kanë qenë personat që kanë qenë në Aruba. Duhet t'i vë para përgjithësisë, duhet ishte me mas arresti sot, jo deputet Republikës së Shqipërisë. Unë kam gjuhë që ka qenë një i shkurtër. Kam gjuhë që ka qenë një i shkurtër. Kanë qenë tre, por do tali dhe emrat se po e marr vetë dosjen atje se me qanë se më ka hedhur në gjyq. Ka dhe një të tretë? Po marr dosjen. Jo, ka dhe një të tretë, nuk janë 2 zyrtarë, janë 3? Janë 3. Janë 3 zyrtarë që kanë qenë në Aruba. Janë bërë 6 takime. Kështu nuk mund t'i coptojmë, një ande një këtej, s'mund të dalim. Tani po shkove në gjyq të bie dosja, mos sigur se më fare dhe emrat ashti. Keni vetë në dorë. Gabime, duhet të kërkojmë edhe falje, sepse është normale. Po, zakonisht nuk është se kam informacion, Berisha doli ata gjiknurit në kuvend, i tha për ty flasin gjitha. Atëherë, dëshmitari i parë do jetë Berisha procesor, sepse ai ka e di. Ne tani nuk mund ta paragjikojmë Berishën që shpif. Berisha thot vërtetë sepse është lideri i 500.000 shqiptarëve. Ne e qartë. Arben Langozi, unë të falenderoj shumë dhe sigurisht ju vlerësoj për kurajën që keni qoftë edhe në përballje të kësaj natyre. Ervin Karanxha, të falenderoj shumë që të pata sonte në Sken Krimi, vlerësoj gjithë ekspertizën tuaj dhe informacionet që ndave bashkë me ne dhe me shikuesit e Sken Krimi. Të dashur shikues, unë ju vlerësoj ju shumë për vëmendjen që treguat ndaj këtij episodi. E bashkë do të shihemi të mërkurën në orën 21 si gjithmonë. Natën e mirë.